Kemi parasysh që presidenti Amerikan ka deklaruar, pra, ka qenë shumë e fortë kjo deklarat e fundit për fundin e civilizimit, në një civilizimit të tërë ka theksuar ai të Iranit, po nga ana tjetër ka pasur shumë diskutime, spekulime, amendsime lidhur me një deklarat po aq të fortë të J.D. Vance që unë kuptua kur ai thoshte që mund të përdorim mjete të tjera që nuk i kemi vendosur ende t'i përdorim, ose si kemi përdorur deri tani, ka pasur spekulime nëse ka bëhet fjalë për armë bërthamore apo jo. Pra, kjo është më shumë për të dhënë një panoramë për gjithë ata ose për mbledhje për ata që na ndjekin. Ndërkohë që pyetja për ju është çfarë ndodh pas kësaj kur kemi parasysh këto deklarata dhe këtë moment. Përsëri këtu do t'jemi dhe do t'i analizojmë rast pas rasti, por unë besoj që meqense po shkojmë drejt fundit të ultimatumit presidentit Trump, Shtetet e Bashkuara të Amerikës e kanë tashmë vërtetuar që kanë një fuqi të jashtëzakonshme erore dhe në sistemin e targetimit strategjik, në listën e objektivave strategjike, qëndrojnë disa faza goditëse. Pra përbëhet nga disa faza goditëse, në të cilat përbëhen nga objektivat e infrastrukturës kritike, të cilat përdoren edhe nga ushtria, edhe nga civilët, dhe urojmë që të mos urdhërohet ekzekutimi i goditjes këtyre objektivave strategjike. Për shembull, një nga fazat e rëndësishme është ndërprerja e goditjes, pra goditja, ndërprerja e të gjithë sistemit hekullor, e gjithë sistemit automobilistik, urave, autostradave dhe gjithë sistemit elektrik. Për shkak se goditja e këtyre sistemeve elektrike do të shkaktonte dëme të mëdha, jo vetëm për sa i përket infrastrukturës ushtarake, por do të shkatronte përfundimisht funksionimin e Iranit si shtet. Dhe për rrjedhoj, edhe Irani ka treguar për gjatë këtyre afërsisht 40 ditëve që ka aftësi dhe kapacitete për të goditur me të njëjtin nivel vendet e gjirit, gjë e cila do ta bënte sipas tyre, të mendonte 2 herë presidentin Trump që të ekzekutonte këtë valë sulmesh. E qartë. Ka disa element ose disa faktorë të tjerë këtu, duke përfshirë edhe shtetet të tjera apo forcat të tjera që një mënyrë ose një tjetër ndikojnë në këtë momentum, po themi veçanërisht. Për shembull, le të analizojmë dje ka qenë presidenti amerikan Donald Trump, e dalë një konferencë për mediat ku është ndalur gjerësisht tek operacioni i shpëtimit të pilotëve amerikan, ka bërë dhe aty një paralajmërim. Megjithatë, ajo çfarë është vënë re në ditët e fundit është një rritje e goditjes së fuqisë ajrore të Iranit përgjatë këtyre ditëve të fundit, përgjatë javës së kaluar më së shumti, gjatë këtij operacioni që po përmendim, pra, dhe për shpëtimin e pilotëve amerikan. Ka sjell diçka? Ka sjell një ndryshim? Patjetër, pavarësisht se kemi thënë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Izraeli e komandojnë, thojza, e mbizotrojnë hapësirën ajrore, ajo që fatkeqësisht kemi parë të paktën këto 4-5 ditët e fundit, ose javën e fundit, kemi parë që është rritur niveli i goditjes objektivave ajrore amerikane. Dhe konkretisht vetëm gjatë 5-6 ditëve të fundit, kemi pas goditjen e 7-8 mjeteve ajrore, të paktën 7-8 mjeteve ajrore. Me dy krah, goditjen e 2 helikopterëve gjatë këtij operacionit të kërkim shpëtimit me luftim që quhet në gjuhën ushtarake, me pjesëmarrjen e 170 avionëve. Mund të ndërpres pak këtu pa ju ndërprerë informacion, dhe ju kthej unë vetë këtu që mos ta harrojmë, po edhe goditja në vetvete që ju bë mjetit me cilën udhëtonin pilotët, ngriti shumë i e dyshim